Që nga muaji korrik, qytetarët që udhtojnë drejt Maqedonisë së Veriut dhe anasjelltas do të kenë vetëm një ndalesë në pikat doganore. Kjo është bërë mundur fal një marrëveshje të nënshkruar këtë të shtunë mes dy ministrive, ministrit të brendshëm të Shqipërisë Besfort Lamllari dhe atij të Maqedonisë së Veriut Pançe Toshkovski. Ndërkohë, ministri i brendshëm i Maqedonisë së Veriut tha se me këtë sistem i cili përdoret edhe në Kosovë e Serbi, qytetarët shqiptar dhe ata të Maqedonisë së Veriut do të lehtësojnë lëvizjen dhe bizneset do ta kenë edhe më të lehtë. Principi One Stop me një kontroll ndihmon edhe shkëmbimin e lehtë të informacionit në pikat kufitare. Në fillim, implementimi i marrëveshjes do të nisë me doganën e Qafthanës dhe më pas me doganën e Bllatës. Kjo marrëveshje shpresoj që muajin e ardhshëm do të ketë zbatim që të dyja vendet tona të arrijnë qëllimet e mira. Falënderim të madh për gjithë punonjësit e policisë, cilët punojnë për qytetarët tanë në të dyja shtetet, deklaroi Toshkovski. Marrëveshja do të nisë fillimisht të implementohet në doganën e Qafthanës dhe më pas në atë të Bllatës në Dibër.